Presidenti Amerikan Donald Trump e ka mbrojtur vendimin për vendosjen e tarifave të importit për të gjitha produktet e huaja që hyjnë në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht një rreziku të një lufte tregtare. Sipas Trumpit, ato do ta bëjnë Amerikën më të pasur. Donald Trump e konsideron sukses vendimin për vendosjen e tarifave minimalisht 10% për çdo mall që hyn në Shtetet e Bashkuara. Çdo vend ka kërkuar të negociojë. E kemi vendosur veten në koltukën e shoferit. Kur ne i kërkonim shumicës së këtyre vendeve të bënin diçka, ata refuzonin. Tani do të bëjnë gjithçka për ne. Kjo do ta bëjë vendin ton shumë të pasur. Këtë të premte Kina njoftoi vendosjen e tarifave reciproke 35% për çdo gjë që importohet nga Shtetet e Bashkuara. Jo vetëm bursat botërore, por edhe tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara kanë njohur vetëm rënje që pas shpalljes së vendimit të mërkurën. Dollari vazhdon të zhvlerësohet ndërsa moneda europiane shënoi nivelin më të lartë 6 muajve të fundit. Këto turbullira ekonomike konsiderohen si më të rëndat që pas pandemisë së Covid-19. Vendet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se do t'i kundërpërgjigjen me të njëjtën monedhë tarifave të Trumpit. Në një intervistë për gazetën italiane La Repubblica, politologu amerikan Francis Fukuyama, profesor në Universitetin e Stanfordit, shpreh se tarifat janë zgjedhje e çmendur, do të na çojnë në recesion duke rrezikuar edhe një luftë botërore.